E pra tani shikues të dashur, për i kthehemi këtu bashkë në studio, ku e kemi një bisedë të kushtuar ditës së Evropës, rolit të Bashkimit Evropian dhe rrugtimit të Kosovës drejt integrimit evropian. Por për të folur më shumë rreth kësaj teme, e kemi profesorin e shkencave politike, zotri Doraja Timiri. Faleminderit shumë që je këtu me ne. Faleminderit për mos. Tregona pak me qenë se vetëm është dita e Evropës sot, se çfarë simbolike ka ajo për qytetarët evropianë. Dita e Evropës, pra dita e 9 majit, është një moment të thëja reflektimi për gjithë Evropën. Sepse është dita ku ka filluar një projekt shumë i madh i paqes, por është dita për të kujtuar se sa e vështirë ka qenë arritja e paqes po ashtu në këto vende, sidomos duke ditur historinë konfliktuoze që kanë pasur vendet e Bashkimit Evropian dikur, pra përpara se kjo strukturë të tabloje të formojë, kësaj çfarë është. Pra, dita e 9 majit mund të quhet si një ditë e përpjekjes serioze të elitave, por të intelektualëve edhe liderëve largpamës e paqdashës të vendeve të Evropës, që e larguan historinë nga tresave të vazhdueshme, konflikteve që kanë pasur mes vete këto shtete, dhe japën vendeve të tyre një mundësi ndoshta për të pas bashkëpunime për të ofruar më të mirën reciproke, për të konsoliduar atë që sot konsiderohet projekti më i rëndësishëm i paqes në botë, projekti më afatgjatë në të njëjtën kohë. Pra, me një fjalë mund të themi që dita e Evropës është ditë e paqes për njerëzit të cilët e kanë shijuar për ditë, e kanë jetuar dhe mbi të gjitha e kanë përmbushur vetën e tyre, në kuptimin e mundësive, në kuptimin e demokracisë, në kuptimin e mirëqenies, në kuptimin e lirisë mbi të gjitha, dhe kjo është kuptimi të thëja e kësaj dite. Por si ka evoluar Bashkimi Evropian nga krijimi deri në formën që e njohim sot? Kjo është një çështje tjetër. Pra, shtetet të cilat e përbëjnë Bashkimin Evropian janë shtetet të cilat në të kaluarën kanë pasur dallime të mëdha. Edhe sot kanë. Madje edhe nuk i fshehin. Këto dallime lidhen me historinë e parimit të sovranitetit. Edhe ky parim ka qenë i shpikur nga evropianët. Në vitin 1648 në Vestfalia që njihet sot, në vendet e ulta të Gjermanisë, atje ku ishte mbajtur një farë kongresi i cili i japte fund poshtë luftrave dhe shpiku parimin e mosndërhyrjes në punët e brendshme. Tash e kemi nevojën për bashkëpunim, por në të njëjtën kohë kemi pasur edhe një parim paraprak që të mos ndërhyjmë, pra mos të interferojmë, mos të pengojmë njëri tjetrin, dhe këto të dyja nuk shkojnë bashkë. Në njëra anë të bashkohen dhe në anën tjetër të mos ndërhyjnë, të mos ndërveprojnë, nuk shkojnë. Dhe kjo është arsyeja pse ndoshta Bashkimi Evropian është zhvilluar në një aspekt, sidomos aspektin ekonomik, por jo mjaftueshëm në aspektin politik. Sepse në aspektin politik shtetet vazhdojnë akoma të jenë sovrane, ose ta ruajnë parimin e sovranitetit, ta ruajnë atë që është mos ndërhyrja nga të tjerët në punët e tyre. Dhe për shumë kë Bashkimi Evropian konsiderohet një fuqi ekonomike, por një gjyq politik. Sepse s'ka arritur asnjëherë të jetë fuqi vendimorse botërore për shkak të qëndrimeve do të thënë ka pas kohë të ndryshme që kanë shtetet përbërëse të saj. Kjo është një aspekt. Në aspektin tjetër, Bashkimi Evropian ka pasur një histori të zhvillimit me një trajektore evolutive, do ta quaja. Fillimisht ka qenë një projekt për vendet të cilat kanë pasur qymër dhe çelik. Pra, një komunitet të cilët e kanë pasur këtë potencial dhe këto kanë bashkëpunuar kryesisht për shkak të ekonomisë. Por mos harroni se kush ka pasur qymër dhe çelik në luftën e dytë botërore ka qenë fuqi ushtarake. Dhe përmes me vazhdu idenë e luftës, kanë bërë që ekonomia të bashkohet në mënyrë që secila të ndërveprojë, e kësaj të krijohet një koncept i ri. Ky koncept është koncepti i ndërvashmërisë. Asnjëra nuk mund të bëj patjetër. Njëra ka nevojë për burimin, lëndën e parë, tjetra ka nevojë për industrinë, tjetra ka nevojë për tregun, dhe në këtë mënyrë Bashkimi Evropian pra u zhvillua ekonomikisht. Më vonë bëhet bëhet traktati i Romës, më vonë traktati i Maastrichtit, dhe vinë deri tek pastaj traktati i Kopenhagës, deri tek
traktati i fundit është traktati i Lisbonës, dhe këtë këtu janë zhvillime progresive që ka shënuar kjo strukturë deri në atë që është sot. Me dhe pa sukses në disa aspekte, ky është Bashkimi Evropian, i cili ka filluar si ide ekonomike, është krijuar në institucione, është transformuar në institucione të përbashkëta që janë sot, deri tek një përpjekje e dështuar për të qenë një shtet, si ta themi në kuptimin e një konfederate. Pra Bashkimi Evropian nuk është federat, Bashkimi Evropian nuk është konfederat, Bashkimi Evropian nuk është organizat. Pra çfarë është Bashkimi Evropian? Është një i pa shembullt për botën, si një strukturë në të cilën funksionon parimi i subsidiaritetit, në të cilën vendimet e kësaj strukture janë më të vlefshme në raport me vendimet që i ndërmarrin vendet anëtare të saj. Kjo është pak a shumë struktura, do të thoya amorfe, të cilën e ka Bashkimi Evropian sot. Por sa e ka ndikuar lufta në Ukrainë dhe tensionet globale në funksionimin e unitetit të Bashkimit Evropian? Jo vetëm lufta në Ukrainë, por çdo herë konfliktet rrethanore ose në territoret rrethanore të Bashkimit Evropian kanë impakte të jashtëzakonshme. Duhet t'i përfshi disa. Shpërbërja e dikushme e Bashkimit Sovjetik, e Çekoslovakisë, e Jugosllavisë, kanë ndikuar drejt për drejt në atë që njihet si Komuniteti Evropian e më vonë Bashkimi Evropian. Sepse konfliktet të cilat shfaqeshin në periferinë e saj kanë dhënë efekte të drejtë për drejta, në qasjen që shtetet anëtare do të kenë ndaj vetë konfliktit. Dhe BE-ja gati vështirë ka pasur që të dalë me qëndrime dhe unike. Shembull është edhe Kosova. Bashkimi Evropian i ka lënë, se ta themi janë marrë vesh që në raport me jurin e Kosovës do të vendosin një nga një, pra veç e veç, pra jo si strukturë, sepse kanë divergjenca, kanë dallime si strukturë, brenda dhe prandaj shpeshherë kanë arritur sukses në aspektin politik. Por konfliktet rrethanore, po e përmend edhe një herë, pastaj dua të kujtoj luftën e Irakut, pastaj pranverën arabe, sepse mos harroni, Bashkimi Evropian është një destinim i qytetarëve të cilat largohen nga vendet e tyre të konfliktit. Sot janë ndoshta miliona njerëz nga vendet si Afrika Veriore, Lindja e Mesme ose afërt, pastaj Evropa Lindore, të cilat janë larguar nga votrat e krizës dhe kanë shkuar në drejtim të vendeve evropiane. Çka ndikon kjo? Ndikon në politikat e migrimit. Fillimisht ndikon në sigurinë e vendeve të Bashkimit Evropian. Ndoshta në disa vende edhe me rritjen e euroskepticizmit, sidomos në vendet si Franca, ndoshta edhe Gjermania, atje kemi dy parti politike shumë të fuqishme, një udhëhequr nga Marine Le Pen në Francë dhe tjetra një alternativa për Gjermaninë, AfD në Gjermani, të cilat kanë arritur të kenë një përkrahje shumë të madhe qytetare. Dhe kjo përkrahje ka ardhur për shkak të, ndoshta pikërisht këtyre probleme që ka shkaktuar konfliktet rrethanore ose vendeve rrethanore të cilat e ka pasur Bashkimi Evropian. Në anën tjetër mos harroni, Bashkimi Evropian funksionon me idenë e shpërndarjes së burimeve të mirave materiale për vendet që janë në proces të antarësimit. Miliona euro, ndoshta edhe miliardë euro, shpërndaren për vendet që janë kandidate, që ata të zhvillohen. Por ideja e zhvillimit të politikave të periferisë. Greqia ka përfituar miliardë euro, qindra miliardë euro nga taksa paguesit evropian. Kjo vlen edhe për Poloninë, kjo vlen edhe për secilin vend anëtar të saj, Bullgarinë, Romaninë, të cilat kanë qenë shumë larg nivelit të mesatarës së Bashkimit Evropian ose vendeve të tjera para antarësimit. Dhe natyrisht mos harroni se kjo ka kosto për qytetarin e zakonshëm që paguan për një qytetar të një vendi shumë të largët. Dhe kjo ndoshta për disa njerëz ka zgjuar, ta them edhe, reagimin dhe prandaj ideja e Bashkimit Evropian shpeshherë ka pasur edhe sfida brenda vendit, pra ta përmbledhë si çështje. BE-ja gjithmonë është sfiduar nga brenda për shkak të partive politike euroskeptike, sekundër edhe në raport me konfliktet e jashtme, të cilat për shkak të sigurisë, migrimit, edhe njerëzve të tjerë të cilat kanë shkuar atje jo si trup, po si histori. Mos harroni Ukrainasit, pastaj sirianët, qytetarët e Libanit, Libisë, Libanit, po ashtu të Algjerisë të tjera, kur kanë ikur nga vendet e tyre të konfliktuoze, kanë marrë me vete edhe divergjenca kulturore, dhe natyrisht këto kanë reflektuar, do të thoya, te qytetarët e Evropës. Kjo është sfida e përditshme që ka Bashkimi Evropian. Por kur jemi tek vendi jon te Kosova, si po qëndron raporti i Kosovës në raport me Bashkimin Evropian? Këtu ka 2-3 tablet të cilat duhet të ripërmendem. E para është se Bashkimi Evropian është investitori më i madh në Kosovë. Ai ka qenë këtu në
përpjekjet serioze për të mbështetur Kosovën në shumë projekte. Ka një mision të veçantë që është për rendin dhe ligjin EULEX. Ka ndihmuar Kosovën në procesin e konsolidimit të saj si shtet. Pra Bashkimi Evropian duhet të shihet pozitivisht për Kosovë. Edhe është pozitiv për Kosovë. Por edhe me pozitiv janë vendet anëtare sepse pra kjo është ideja. Bashkimi Evropian e ka ndihmuar Kosovën si strukturë, por edhe vendet veç kanë ndihmuar Kosovën. Dhe prandaj historia e raportit që ka Kosova me Bashkimin Evropian është histori pozitive. Çfarë është negativ është se Kosova në aspektin politik e ka pak të vështirë këtë rrugën e depërtimit të shpejtë. Por si do të jetë Bashkimi Evropian kanë ndërmarrë disa mekanizma, do them të disa dyerve anësore ose exit-dorë emergjente për ta ndihmuar Kosovën në procesin e antarësimit. Jemi vonuar në procesin e liberalizimit të vizave. Tashmë nuk është asgjë vendoset në diskutim fillimisht pranimi i aplikimit të Kosovës për të qenë vend kandidat. Është diku në sirtar nga 2022, as është përmend kush. U përmend këto ditë të fundit nga zyrtarët të Bashkimit Evropian që Kosova duhet të lëbojë të vendet veç që ta themi ta ndërgjegjësojnë rëndësinë që Kosova ka për të fituar kandidaturën për të qenë një nga vendet kandidat për të qenë Bashkimi Evropian. Do të fillojë procesin e negocimit, që është një proces tepër kompleks dhe një proces të mëvonshëm, por ka diçka pozitive. Pozitive është fakti se Kosova në procesin e konsolidimit të saj si shtet dhe procesin e ndërtimit të saj si shtet e ka të harmonizuar tërësisht legjislacionin. Dhe një nga kriteret bazike që një vend kandidat ka ndaj Bashkimit Evropian është harmonizimi i legjislacionit. Absolutisht. Dhe me që Kosova ka marrë standardet më të larta, ato i ka marrë nga Bashkimi Evropian, kur është ndërtuar si shtet. Dhe këtë ligjet që ka Kosova, komplet struktura e saj, edhe institucionale, por edhe normative, është bazuar në Bashkimin Evropian dhe kjo është, do të thënë, një gjë shumë e rëndësishme. Ka qenë e vështirë për Kosovën, sepse s'kemi pasur përvojën, kemi qenë vend në bërje, por e mira në anës tjetër se ne kemi plotësuar shumë kushte, të cilat më vonë do të na kërkohen si kritere në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Bëja si do të jetë, duhet të flas me një zë me Kosovën. Kjo është negative. Do ta përmendim. Bëja s'flet me një zë me Kosovën. Ju dini çështën që kanë pasur dikur emisarët, si Lajçake, pastaj ndoshta edhe përfaqësuesi politikës jashtme të Bashkimit Evropian. Sepse duket se mbajtja nga pak ose mos trajtimi i Kosovës si shtet por si temë është e gabuar. Kosova duhet të jetë e barabartë në procesin negociues me Serbinë, në të cilën Bashkimi Evropian është lehtësues. BE-ja do të ndërmarrë mekanizma të qartë, strategjik, por edhe detyrues, sidomos për Serbinë, sepse e njëjta nuk është në kuadrin e agjendës së Bashkimit Evropian. Ajo bashkëpunon me Rusinë, ka blerë armatime te Kina, dhe kjo është natyrisht kundrejt Bashkimit Evropian. BE-ja sot nuk ka kundërshtar më të madh, dhe s'ka pas kur kundërshtar më të madh sa Rusinë dhe Kinën. Dhe Serbia ka këto dy aleate. Rusinë në aspektin politik dhe strategjik, dhe kaq Kinën në aspektin ushtarak dhe poshtë strategjik. Kosova duhet të jetë shqetël, ne do ta bëjmë punën tonë, do të lëbojmë për ditë. Ne kemi ditën e Evropës, ditë festive, me gjastë, dita e hënë do të jetë pushim, apo jo? Unë mendoj që për te simbolikës, për te idesë që përgjeton një arsye për të pushuar, unë konsideroj që institucionet tona do të jenë në nivelin më të lartë të detyrës për të avancuar projektin e vetë të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne s'kemi alternativë tjetër. Pra, dhe kjo nuk do të konsiderohet si dobësi. Ne nuk kemi alternativë tjetër përveç demokracisë. Serbia ka Rusinë dhe historinë e saj. Kosova s'ka alternativë tjetër. Pra, Kosova është interesuar për paqen dhe demokracisë të cilën e kanë francezët dhe gjermanët. Belgët po ashtu e holandezët. Pra, kjo është aspirata jonë. Po kjo nuk duhet të shihet si dobësi. Ne nuk duhet të funksionojmë me dy karrige. Pra, prandaj çfarë dua të them është se në këtë ditë festive dhe në këtë ditë vikendi duhet që të kuptoj Bashkimin Evropian si një mundësi, si një ideal. Të gjithë ne kemi familjarë që jetojnë jashtë dhe dim rendin, ligjin, ambientin, demokracinë. Dhe këto janë modelet të cilat edhe ne duhet t'i partim, paçka se jemi besoj në një proces ndoshta të vështirë, unë besoj shpresë plot që do t'i arrijmë edhe në këtë nivel. Ju përmendët shumë informacione që janë shumë të rëndësishme për vendin tonë, por edhe në fillim e përmendët liberalizimin e vizave. Sa mendon që liberalizimi na ka ofruar me Bashkimin Evropian? Pakrahasimisht, në mënyrë të jashtëzakonshme, në kuptimin e plotë të fjalës. Sepse ideja e liberalizimit parimisht nisem nga termi. Do thotë ti lësh njerëzit të lirë. Edhe ideja e Bashkimit Evropian është me ofru njerëzit në kuptimin edhe kulturor. Përpara liberalizimit vizave, qytetarët e Kosovës kanë pas alternativa të udhëtojnë në Ballkan,
në shumicën e vendeve të Ballkanit dhe në Turqi. Pra, në mënyrë automatike ti ke largu njerëzit nga vlerat e tua. Sot qytetarët e Kosovës alternative kanë Francën, kanë Spanjën, Italinë, mos flasim për Gjermaninë, Austrinë, vendet e tjera ku ka më shumë shqiptar që jetojnë atje për shkak të lidhjeve familjare. Pra çfarë dua të them se ideja e liberalizimit të vizave dhe ideja e lehtësimit të bashkëpunimit edhe ekonomik është një treg i fituar dhe një paqe më shumë. Qytetarët e Kosovës e shohin Bashkimin Evropian sot si pjesë të identitetit. Në Kosova nuk është e ndarë në kuptimin kulturor për Evropës. Unë nuk dua që të dukem pak, ndoshta si ta themi në kuptimin edhe nacionalist, por shqiptar ka kontribuar për shtetërimin perëndimor. Ne kemi pasur para disa ditësh ditëlindjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, që është kryeheroi jon, ai është mbrojtësi i vlerave evropiane. Dhe mos të harrojmë pastaj edhe përpjekjet tona të parrishtura për të qenë, si ta themi, për brenda identitetit evropian. Nuk ka dilemë që dallimet politike, historia politike, ndarjes e luftrave dhe konflikteve na kanë lënë këtu ku jemi, por në vlera, në logjik, në mendim, në vizion, nuk dallojmë gjë nga evropianët. Dhe prandaj antarësimi në këtë proces, në këtë, si ta themi, strukturë duhet të shihet i natyrshëm. Liberalizimi ka qenë i nevojshëm, ndoshta edhe i vënuar padrejtisht, por ja ku jemi sot, ndoshta në një moment për të reflektuar pozitivisht për hapat e tjerë që na presin. Por a mund të kemi frikë si vendi jonë, si Kosova, që liberalizimi mund të jetë suksesi i vetëm jone? Nuk duhet të jemi pesimist. Ne kemi arritur këtë me shumë vështirësi. Përmend edhe më herët derën anësore. Fatkeqësisht disa procese politen me idenë se antarësimi po shihet si i varur nga negociatat Kosovë-Serbi. Serbi si i intereson që të mos përmbyllet kur ky proces. Por Bashkimi Evropian prandaj duhet të jetë shumë i ashpër në raport me negociatat me Serbinë. Asnjë kapitull dhe asnjë cent nuk duhet t'i japet këtij shteti para që kosa i njëjti, sillet kësaj me Kosovën. Mbartja penge e Kosovës është mbartja penge e paqes në Ballkan. Por Bashkimi Evropian duhet të di këtë gjë. Pra nuk ka gjë më të thjeshtë se sa logjika se nëse Kosova bën hapa të shpejt drejt Bashkimit Evropian dhe normalizon raportet e plota mes dy shtetesh, Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian ka një konflikt më pak brenda territorit të vet. Pra kush do të merret me Kosovën dhe Serbinë se situata shqetësoi Bashkimi Evropian? Pra, prandaj është e natyrshme, është e logjikshme dhe e duhura për BE-n që sa më parë të jetë mundur të intensifikojnë përpjekjet e tyre serioze për gjetur një zgjidhje në mes të palëve. Antarësimi i shpejtë në Bashkimin Evropian do të konsiderohet një mundësi reale, sepse e mbyll përfundimisht këtë vatër krize, por Kosova ka edhe një agjendë tjetër, antarësimin në NATO, që është po ashtu pjesë e orientimeve të qarta euroatlantike që ka vendi ynë. Ju përmendë Serbinë edhe, po ndoshta mund dalë se sipas jush si mendon që ndikon dialogu Kosovë-Serbi në procesin integrues të Kosovës? Përmenda pak, shumë interesant është kjo. Kur Kosova ka shpallë pavarësinë e saj, Serbia ka quar rastin e gjykatë. Gjykata ka dhënë verdiktin e opinionin e saj. Opinioni nuk është obligativ për palët, por është një argument shtesë. Që Kosova nuk ka shkel. Sa themi rasti nuk është se është kundrejt gjykatës, po bënej kundrejt drejtës ndërkombëtare. Edhe Kosova do të përdorë edhe më shumë këtë argument. Çështja e parë, çështja e dytë është se Serbia prej atëherë deri në ditën që po flasim, dialogun Kosovë-Serbi, i cili ka filluar me idenë se po i zgjidhen gjështet e mbetura, sepse tashmë opinioni i gjykatës thotë se s'ka gjë të keqe në këtë proces dhe Kosova është dashur të jetë kështu çfarë është. Dhe si shtet është fjala, Serbia e ka transformuar logjikën e dialogut. Ndoshta nga pak edhe për shkak të mosgjuarësisë tonë, ndoshta edhe për shkak të neglizhencës së Bashkimit Evropian, ndoshta edhe për shkak të dinamikave gjeopolitike, dhe jena në një moment ku Kosova e ka të vështirë procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në strukturat e tjera ndërkombëtare, pa një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Dhe konsideroj që kjo është një arritje për Serbinë fatkeqësisht. Por sepse Serbia, po e përsëris edhe një herë, nuk është interesuar për marrëveshje me Kosovën, sepse është interesuar ta lënë një vatër krize dhe ka aspirata të qarta, siç u dëshmua me Banjskën, që të kthehet në një moment për të krijuar një realitet e ri gjeopolitik, të ndryshojë konfliktat, të zgjerohet territorialisht. Dhe po kjo nuk mund të kaloj, natyrisht nuk mund të arrihet kjo. Dhe duhet i bëhet qartë Serbisë gjithmonë, në çdo moment, nga çdo kush, gjithmonë. Dhe krijohet si opinion publik se kjo nuk mund të arrihet.
por jo vetëm që opinion publike, po edhe si vendimarrje nga vetë Bashkimi Evropian. Prandaj po e përsëris edhe një herë. Një proces i përshpejtuar i dialogut Kosovë-Serbi me kushtin që të mos vendoset çështja e statusit. Pra Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Natyrisht ta afirmoj në mënyrë të plotë se që ka bërë tashmë të drejtat e minoritarëve, sepse Kosova ka dëshmuar që është mbi nivelin e vendeve të Evropës sa i takon respektimin të minoritarëve. Dhe këto ka dëshmuar, ju dini, me në kuvendin e Kosovës për minoritarët, në qeveri për minoritarët, pra në komuna për minoritarët, sepse ne e dim çfarë është ideja e shtypjes. Dhe ne nuk ja duam askujt besoj idenë e shtypjes. Kosova është mundësi, Kosova është vend ideal për të gjithë. Kush është interesuar që të shihni se çfarë kontributet jashtëzakonshëm kanë minoritarët e tjerë, për shembull romë, turqit, ashkalit, egjiptasit. Ministri më i mirë i qeverisë së Kosovës vjen nga komuniteti egjiptian. Absolutisht. Pra, njerëzit e jetojnë jetën e tyre të përditshme këtu, me hallë dhe me derat, me mundësitë dhe pa mundësitë që ka ky vend, që tjetër e kanë por atë dhëun e tyre dhe prandaj e bëjnë më të mirën. Edhe serbët e Kosovës duhet ta shohin Kosovën si shtetin e tyre. Nëse janë të interesuar të jetojnë këtu. Po nuk mund të jenë pyk, pra që Serbia ta prish, ta shpërbëj sistemin tonë politik, shoqërinë tonë që kemi ndërtuar pas luftës. Fatkeqësisht qytetarët serbë të Kosovës janë nën tutelën e Serbisë. Sepse një pjesë e familjeve të tyre jetojnë në Serbi, friksohen, shantazhohen, kërcenohen, disa blehen, si për shembull çështja e votave kështu me radhë. Kjo nuk do të ndodhë. Dhe Kosova do të bëjë edhe më shumë, por Bashkimi Evropian dhe strukturat e tjera të saj do të janë më vigjilente, më syqel, dhe të kuptojnë drejt që kështu nuk mund kaloj. Por prandaj po e them edhe një herë që fatkeqësisht ky proces është krijuar kështu që si është. Aktualisht nuk ka progres dhe nuk mund të ketë progres, sepse ka ndodhur s'ka një rast i cili nuk është aksident, nuk është një incident i lokalizuar, nuk është një përpjekje sporadike, hajtë të provojmë, jo. Aty është të përfshirë Serbia drejt për drejt, përmes strukturave të saj, të cilat kanë dashur që ta ndajnë verjen e Kosovës. Kështu shkruan edhe në gjykatën, po në padinë të cilën e ka ngritur tashmë prokuroria edhe për cilën tashmë janë dënuar njerëzit, kanë marrë dënime burg të përjetshëm pjesë të grupit të Milorad Dojčićit, i cili po ikë dhe po fshihet në Serbi, e shpeshherë është edhe publik duke bërë rojen e Vučićit. Pra duhet të themi këtu edhe në ditën e Evropës, sepse nëse duam pak Evropë, këtu nuk mund të kemi përpjekje kështu aneksuese siç ka bërë Serbia ndaj Kosovës. Dialogu duhet vijaj në momentin që Serbia të ekstradoj grupin e Radojčićit dhe atë vetë para institucioneve të drejtësisë kosovare, të cilat i garantojnë gjykim drejt dhe meritor kujt që ka qenë pjesë e këtij grupi. Ata do të zihen herë do kur. O tash më vonë, ose çdo përpjekje tjetër që do ta kenë, do të bien para drejtësisë, nuk ka asnjë dilemë, ata duhet ta kenë qartë dhe kushdo tjetër që ka këto synime ndaj Kosovës. Ata nuk mund t'i përdorin serbët e Kosovës si mish për top. Qytetarët serbë të Kosovës duhet të jenë të lirë dhe të barabartë si çdo qytetar tjetër i Republikës. Të e pas parasysh se ju keni çdo ditë ndë mund të themi kontakt me student, me qytetar, a mendojnë se Kosova do vazhdoj se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të shohin se BE-n si perspektivën kryesore për të ardhmen tonë? Vlerat e Bashkimit Evropian, si liria, barazia, mundësitë, zhvillimi ekonomik, janë pjesë e diskursit të përditshëm. Pra ne Bashkimin Evropian e kemi referencë. Jo vetëm si me studentët, por edhe me logjikën edhe me opinionin e përgjithshëm publik. Pra ne, edhe parulla, edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri, edhe në gjitha hapësirat, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, më kujtohet për shembull një parullë që kanë pasur në Shqipëri. Kjo vlen në Kosovë. Sot nëse keni një vend që ka perceptim pozitiv më shumë për Bashkimin Evropian se sa Kosova, nuk ka. Nuk ka në hapësirën evropiane një vend që ka mendim pozitiv më të mirë se sa Kosova. Dhe ky mendim nuk lidhet me vendimarrjen politike të BE-s, po me historinë e suksesit të vendeve të Bashkimit Evropian, në paqe, në prosperitet, në siguri. Dhe ja atribuojnë Bashkimit Evropian, nuk ka asnjë dilemë që kjo tash është pjesë identitare e jona. Ne kemi pjesë integrale të identitetit kombëtar, po në identitetin shtetëror të Kosovës, qoftë edhe hymnin, qoftë edhe simbolin e flamurit ose flamurin. Dhe këtu janë kompromiset e dhënshme, por janë bërë me idenë e prosperitetit për të ardhmen.
Tani jemi drejt fundit, por dhe për fund si e shihni të ardhmen e marrëdhënieve të Kosovës me BE-n? Aktualisht nuk janë në momentin më të mirë dhe pengesë është Serbia. Kosova duhet që të intensifikoj bashkëpunimin, që të jetë përfituese e skemave të cilat Bashkimi Evropian ka në procesin e parandarësimit, por edhe grandave të tjera të cilat i jep, që janë tepër të vlefshme për ndërtimin e institucioneve, por edhe infrastrukturës dhe zhvillimit të gjithëmbashëm të Kosovës. Ardhmja është shpresë plot, pengesa ka po ashtu plot. Por më e madhe është shpresa dhe besimi se sa pengesat që kemi tash. Qytetarëve të Republikës duhet t'i kujtojmë për herë, edhe tash në ditë vikendi, që Bashkimi Evropian duhet jetohet dhe jetësohet për ditë si projekt brenda, nga kujdesi për ambientin, nga respektimi i rendeve të ligjit, nga shteti ligjor dhe i së drejtës, nga barazia. Këtë këtu i gjenë në Francë ose në Gjermani, edhe ne mund ta bëjmë këtu. E kur t'jemi kësaj, antarësimi pastaj konsiderohet mëse i natyrshëm. Faleminderit shumë zotri Dorajet që ishit pjesë e jona sot dhe për të gjitha këto informata dhe e besoj që edhe qytetarët e kanë dëgjuar me vëmendje të gjitha ato që i përmende këtu bashkë me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.